Pa që me ju o vëllezër dhe motra, sot unë gjellin a tregon zemrën e të kenurit të Krishterë, që është dashuria falas. Dashuria me dash Zotin në vendin e parë, edhe vëllezërit, si ku ne duam veten tonë. Madje, Krishti na thot, duani njëri tjetrin, si kurse unë ju desha ju. E si Krishti na ka dashur, ne për masën e kryqit, pa mas, pas një merit, na ka dashur falas. Edhe Zoti sot na thot, duani armiq tuaj, lutuni për ata që ju salvojnë, që të jeni bijt e Atit tuaj qellor, sepse ai bën që mbi ne që jena të keqi, që jena të padrejt, edhe mbi ata që janë të mirë, të drejt, bën që të lind dielli, edhe që të bie shi. Tër sot kjo fjalë ka një kuptim shumë të mirë me këtë kohën e kreshmeve. Agjerimet tona, lutjet tona, edhe lemoshin që jena të thirrur me ba, këtë udha e kreshmeve ka një kuptim, që ne të shkojmë në këtë zemër, që ne të zbulojmë gjithmonë ma shumë dashurin që Zoti ka për ne, edhe që ne të jena, jo vetëm ma shumë në bashkim me të, por edhe me të tjerët, kur shifët që ne duam Zotin, në marrëdhënien që kemi me të tjerët. A jena pajtu ne me ata që na kanë bërë të keqen? A kena falë ne? A kena inatin kundër dikujt? Nëse shohim se nuk kemi në një marrëdhënie të mirë me të tjerët, nëse nuk ka dashuri falas brenda nesh për të tjerët, nëse nuk ka falje, nëse nuk kërkojmë faljen të tjerëve, do me thënë që nuk kemi dashurinë e Zotit brenda nesh. Edhe nëse agjerimet, lutjet edhe lemoshat tanë nuk na ndihmojnë, që ne të dëshirojmë edhe të veprojmë këtë gjë pajtimi me Zotin edhe me të tjerët, kohët do të jetë kjo kohë. Tër kurajo, le ta kërkojmë Zotit me lutjet, me agjerimet, me lemoshat tona, që të jena me të vërtet në pajtim me të edhe me të tjerët, që të duam falas. Që lëvdu Krishti.